Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Sot lexojmë pjesë prej librit të Gjyqtarëve, kapitulli 17 deri në 21. Është përfundimi i librit të Gjyqtarëve. Leximin do ta bëj Flanza Toni nga New Yorku në Amerikë. Katekezën do ta ofroj Kimete Klenja nga Lezhë. Nga libri i Gjyqtarëve, kapitulli 18, rreshtat 27 deri në 31. Këta 600 vet morën atë që Mika kishte dhënë t'i punojë dhe priftin e tij dhe arritën në Lais, të një popull që ishte në qetësi e pa far frikë. Banorët i kaluan në tehun shpatës e qytetit i dhanë zjarrin. Askush nuk u erdhi në ndihmë, sepse jetonin larg Sidonit e me Sirin nuk kishin as farë shoqërimi dhe as marrëdhënie. Qyteti ishte në krahinën e Rehobit. Këtë rindërtuan dhe banuan në të. Qytetin e quajtën Dan, me emrin të themeluesit të fisit të tyre, që i lindi Izraelit. Ai më parë quhej Lais. Bijtë e Danit e vendosën idhullin. Jonatani, biri i Gersamit, biri i Mojsiu dhe bijtë e tij ishin priftërin në fisin e Danit deri ditën kur populli që tretën në skllavëri. Për tërë këtë kohë, idhulli i Mikës qëndroi ndër ta, përkohësa ishte shtëpia e hyjt në Silo. Këto 4 kapituj janë kapitujt përfundimtar të librit të Gjyqtarëve. Gjyqtarët kapitujt 17 deri në 21, këto kapituj formojnë një shtojcë, ndoshta të mëvonshme, është bile një shtojcë që studiuesit e konsiderojnë si të dyfisht. Është të dyfisht sepse përshkruan 2 ngjarje të ndara njëra prej tjetrës. Është një kohë kur nuk ka gjyqtar, nuk ka çlirimtar, askush nuk është i thirrur prej Zotit, askush nuk i prin popullit. Është e vështirë të mbahet ekuilibri brenda popullit kur askush nuk e udhëheq. Po lexojmë disa rreshta që e përshkruajnë këtë situatë, këtë kohë, midis gjyqtarëve dhe mbretërve. Për shembull, kapitulli 17 rreshti 6. Aso kohë e Izraeli nuk kishte mbret, kështu që gjithkush bënte çka do që i dukej e drejtë të bëj. Të njëjtën gjë thotë edhe kapitulli 21 rreshti 25. Aso kohë nuk kishte mbret në Izrael, por secili bënte atë që i dukej se është e drejtë. Kapitulli 18 rreshti i parë jep një sinjal të tensioneve të mundura. Thotë kështu: aso kohë nuk kishte ender mbretër në Izrael, aso kohë fisi i Danit kërkonte një vend për pronë për të banuar, sepse deri atëherë nuk i kishte takuar asnjë trashëgim mes fisëve tjera. Edhe ky gjithashtu, kapitulli 19 rreshti i parë, sugjeron ndonjë vështirësi. Ndër ato ditë aso kohë nuk kishte ende mbret në Izrael, një levit që si i ardhur jetonte në pjesën e skajme të maleve të Efraimit, kishte marrë një konkubin prej Betlehemit të Judes. Pra vështirësitë me të do t'jenë të lidhura me faktin se askush nuk i printe popullit, nuk kishte ende mbret në Izrael. Ngjarjet që ndodhin sepse nuk kishte mbret. Tregimi i parë prej të dyve që sugjerova më sipër ka të bëjë me fisin e Danit, që do të pretendojë të trashëgojë ndonjë porcion të tokës. Tregimi tjetër do të trajtojë temën e mikpritjes. Një Abanxhi, një levit, kishte ardhur të lutej në Jerusalem për rrugë. Pas kësaj po shkonte drejt veriut, prej Betlehemit u nis drejt veriut dhe rruga e çoi nëpër territoret e Benjaminit. Këta e keq trajtuan shumë, sidomos gruan që ishte me të. Sipas studiusëve të librit të Gjyqtarëve, këto tregime janë shikime retrospektive mbi mëkatin e Izraelit. Disa mendojnë se meqense nuk ka më gjyqtar, qëllimi i këtyre tregimeve është të theksojë se sa mirë ka qenë koha kur ka pas gjyqtar, kur Zoti ka thirrë dhe i ka zgjedhë. Tjerë mendojnë se këto tregime janë të shkruara tek përfundimi i librit të Gjyqtarëve për të vërtetuar se ka qenë negative faktikisht koha e gjyqtarëve, se Izraeli gjatë asaj kohe nuk ka mësuar asgjë dhe se ka ardhur koha që në Izrael të inaugurohet periudha monarkike. Kjo teori e dytë, kjo hipotezë e dytë, sot për sot është më e ndjekur prej studiuesve të librit të Gjyqtarëve. Këtë tregimin e parë gjejmë te kapitulli 17-18. Fillon me një ironi. Mika, një malsor prej Efraimit, i vjell do pare argjendi në nëse vet 1100 pare argjendi. Nëna e fal, jep edhe bekimin dhe thot që një pjesë të atyre pareve
të kushtohen për Zotin, por ato përdoren për të formuar një pesel faktikisht. Pesel është një idhull i formuar prej argjenti në këtë rast, por pesel bëheshin edhe prej gurit ose prej drurit. Mikah bëri gjithashtu dhe një maseka. Maseka është një idhur i shkrir prej argjendi ose ari. A i ndërton një shenjtrore shtëpiake me efod dhe terafim, dy mjete misterioze që përdoreshin për veprimtari kulti për konsultimin e të ardhmes. Efodin e gjejmë shumë shpesh, si tek libri i parë i Samuelit, si tek libri i Gjyqtarëve, por edhe te Ozea për shembull kapitulli 3 rreshti 4, kurse terafim edhe më shpesh te Gjyqtarët, te Ozea, te Zakaria, te Ezekieli e te libra tjerë të Biblës. Ishin mjete që profetet i dënonin, për shembull Zakaria kapitulli 10 rreshti 2. Terafint kallzojnë punë të kota, thot profeti, kurse dietarët shohin rrena, gënjeshtra tregojnë ëndrat, japin ngushëllim të rrem, prandaj enden si baktia, heqin keq pse s'kan bari. Ose Ezekiel 20:26, sepse mbreti i Babilonit ka zënë vend ullkryq në krye të dy ullëve, kërkon dietarin, përzihen shigjetat, pyet terafimt, këshillon mëlçin. Po japim dy citime nga 5 libra që dënojnë posaçarisht veprimtarinë idhujtare. Janë të shumt, por po marrim si shembull këto dy që janë krejt të qartë. I pari, libri i Daljes kapitulli 20 rreshti 4. Mos bëj kurfar idhulli, as far për fytyrimi të gjërave që janë lart në qiell, as të gjërave që janë poshtë mbi tokë, as të gjërave që janë nën ujë nën tokë. Ligji për trirë kapitulli 27 rreshti 15. Mallkuar qoftë ai njeri që punon idhull të gdhendur ose metali të shkrirë që i neveritet Zotit, që s'është por vepër e dorës së mjeshtrit, qoftë edhe ta mbaj fshehur. E mbar populli të përgjigjet e të thotë amen. Pra Mikah ka vjedhur, ka gabuar, është penduar, i ka treguar nënës së vet për gabimin që kishte bërë, por nëna edhe pse e kishte falur dhe e kishte bekuar, ai nuk kishte mësuar asgjë, por kishte vazhduar të bënte veprimtari të këqija që ishin krejtësisht të ndaluara prej ligjit. Mirë po ndodh që në Efraim po vjen një levit prej Betlehemit. Mikah e merr këtë levit si priftin e tij personal. Kështu bën kultin e vet dhe ka priftin e vet. Antarët e fisit të Danit që po kërkonin tokë, diktojnë këtë huaj në Efraim, levitin, e konsultojnë disa spion të tyne dhe marrin informata prej tij për situatën e Efraim. Kur fisi Danit më vonë vjen të zaptoj tokën, tregon kapitulli 18 rreshtat 19 deri 20, se ata morën me vete edhe mjetet e kultit, edhe profetin, dhe e lanë Mikah pa asgjë. Thonë këto rreshta, hesht dhe vëri kyçin gojës e eja me ne, që të kemi për atë e për prift. Ç'është më mirë për ty, do t'jesh prift në shtëpinë e një njeriu të vetëm, apo në një fis e në një trung të Izraelit? Prifti u gëzua, mori efodin, terafimin dhe idhullin e shkrirë dhe u nis në mes të popullit. Mikah protestoi, por Danit e kërcënuan me dhunë dhe ai meti pa asgjë. Fisi i Danit u vendos në Laish. Ky lokalitet është i rëndësishëm edhe për historinë e mëvonshme të Izraelit. Laish ndodhej në veri të largë të Izraelit, në burimet e lumit Jordan që del nga shpella e Banias. Me vonë vendi do të emrohet Cezarea Filipi ose Cezarea Filipit, e gjejmë edhe në Ungjil, sikurse do ta shohim. Tek libri Jozuehut, kapitulli 19 rreshti 47, thirret edhe me emrin Leshem. Libri i Gjyqtarëve, kapitulli 18 rreshti 7, tregon se i lakmonin atij vend sepse ishin të izoluar, ishin të qetë e të sigurt. Thot kështu, pan se populli që banonte në të, jetonte në qetësi pa farfrike, sikurse Sidonasit, i sigurt e i qetë, askush nuk i trazonte, kishin shumë pasuri, ishin larg prej Sidonasve dhe nuk kishin far shoqërie me Sirin. Sot qyteti quhet Tel Dan, në hebraisht Tel El Qadi në arabisht. Është qytet në veri të Izraelit, afër kufinit me Libanin, qytet pra jashtëzakonisht i vjetër. Ky tregim përshkruan devijime nga ana e kultit në forma të ndryshme, devijime individuale, familjare, fisnore, priftrore. Leviti është për shembull mercenar, përfiton prej rasteve, por sidomos then ligjin sepse ai e dinte se ashtu nuk kryhej shërbesa e tij. Nuk kryhej shërbesa si prift personal i dikujt, sot i dikujt e nesër i dikujt tjetër sipas
intereseve personale. Danitët ishin grabiqar, për arsye se janë të fortë dhunojnë të drejtat e tjerëve. Kurse Mika bën sinkretizëm, krijon një sistem personal të kultit hynor dhe injoron atë që parasheh ligji i Mojsiut. Ta bëjmë një sintezë teologjike të këtyre dy kapitujve, 17-18. Esenca e bisedës është e lidhur me identitetin e Zotit të vërtet të Izraelit dhe me format e adhurimit të tij. Janë dy përgjigjet esenciale të pyetjes kush është Zoti dhe si adhurohet ai. Zoti nuk adhurohet me idhuj, kjo është pika parë. Qoftë edhe të kushtuar atij siç bëri Mika. Mika ndoshta nuk kishte ndonjë qëllim të keq, por ata para që kishte marrë prej nënës mund t'i kishte përdorur ndryshe. Zoti është hyj i Izraelit, jo i një fisi, jo i një familje. Të gjithë do të adhurojnë njësoj, si bashkësi, dhe do të evitohet çfarëdo kulti personal e familjar që nuk e parasheh ligji i Mojsiut, siç e përshkruan ligji për trirë. Zoti adhurohet sipas normave të beslidhjes, jo sipas kreativitetit fetar individual, pa marrë parasysh qëllimet e mira. E dyta, institucionet fetare janë të rëndësishme, si priftëria, kulti e tjera, ushtrohen të gjitha vetëm për të shërbyer Zotit. Ato nuk mund të përdoren për interesa personale, për leverti personale. Si përfundim, mund të themi se këto dy kapituj 17 dhe 18 të librit të gjyqtarëve janë një paralajmërim kundër sinkretizmit. Sinkretizmi është bashkimi dhe gërshetimi i besimeve, traditave apo ideve të ndryshme fetare e kulturore në një formë të vetme, në një sistem të vetëm. Ndodh kur dy ose me shumë kultura ndikojnë të njëra tjetra, duke krijuar praktika të reja që kombinojnë elemente nga të gjitha palët. Izraeli e kishte të ndaluar të marrë motive të kultit të komeve tjera dhe t'i adoptoj në sistemin e vet kultual. Ndoshta ishte kjo një formë me shpjegu katastrofen e vitit 722 para Krishtit, pra shkatrimin e Samaris, për të cilën do të flasim patjetër kur të shpjegojmë librat e dy të mbretërve. Nga libri i gjyqtarëve, kapitulli 19, rreshtat 14 deri në 21. E kaluan pra Jebusin dhe vazhdonin rrugën që kishin marrë, pra nga Bas, që është në fisin e Benjaminit. U përendoi dielli. U drollën në të për të kaluar natën aty. Hynë në qytet e po rrinin në sheshin e qytetit. Por askush s'donte t'i pranonte në shtëpi. Kur ja, arriti një plak që po kthehej prej fushës në mbrëmje nga puna e vet. Edhe ky ishte i ardhur dhe banonte në Gaba. E me fis ishte prej maleve të Efraimit, kurse vendasit e Gabas ishin prej fisit të Benjaminit. Ky ngriti sytë të pandenjur në sheshin e qytetit udhëtarin dhe i pyeti: "Nga po vjen? E ku po shkon?" Ai u përgjigj: "Vim prej Betlehemit të Judës, e po shkojmë në vendin tim, që është në pjesën e shkamis të mallësisë të Efraimit, nga edhe shkova në Betlehem. Tani janë nisur të shkojnë në shtëpinë time, por askush do të më pranojnë në provazën e vet. Megjithse kam taxhie san për gomert e mi, bukë e verë për mua, për gruan time, shërbëtoren tënde, për shërbëtorin tim që më përcjell mua, shërbëtorin tënd. Nuk kemi nevojë për asgjë, veçse për bojtore." Plaku i përgjigj: "Paqja me ty. Unë do të kujdesem për gjithçka, të jetë nevojshme, por hajde e mos rrin shesh." Atë e futi në shtëpi e gomërve u qiti taxhi. Pasi i lanë këmbët, shtruan sofrën. Pjesa që lexuam është pjesë e tregimit të dytë të këtij përfundimi të dy fish të librit të gjyqtarëve. Kapitulli 19, rreshti i parë, thekson se nuk ka mbret, don të theksoj se kur s'ka mbret, kështu noll. Është justifikim për institucionin e mbretit, të cilin e sugjerojnë ata që kanë përfundu librin e gjyqtarëve. Me qira fjala autor që përfundojnë librin e gjyqtarëve dhe cilin të libër tjetër të shkrimit shenjtë i quajmë redaktor final, ata që japin formën përfundimtare të tekstit biblik. Çka tregojnë këta njerëz që i kanë dhënë formën përfundimtare të tekstit biblik? Një tjetër tregim me një levit, kësaj herë një levit që kishte një konkubin, nuk ishte i njëjti që përmendin kapitullit 17-18, ky jetonte si ai pari në malet e skajme të Efraimit. Pra duket se tregimi është i ngjashëm, edhe pse është një tregim tjetër, me këto dy tregime këta autor dëshirojnë të japin sinjale të qarta. Konkubina e la atë dhe u kthye në Betlehem të baba i saj. Ndenja atje për disa muaj, 4 muaj.
Pas një farë kohë ky shkoi, t'ia mbush mendjen të bashkohen edhe një herë, dhe ja mbushi mendjen. Por vjerri e majti gjatë në shtëpi të vet. I respektoi shumë, si ndhandrin, si të bin. Pas një qëndrimi mjaft të gjatë në shtëpinë e vjerrit të Betlehem, i cili qëndrimi gjatë i vonoi pak me unis, kur unisen mrin vonë në Jerusalem. Atëherë shkuan kur kryen punë në Jerusalem dhe u luten në Gibea, dhe aty kërkuan streh, por askush nuk i pranoi. I mori në shtëpi një plak në fisin e Benjaminit, edhe pas një farë kohe ata rrethuan shtëpinë e plakut ku ishin ata dhe kërkojnë që mysafiri t'u dorëzohet për dhunim në grup. Njësoj siç ka ndodhur tek Zanafilla kapitulli 19, rreshtat 4 deri në 5 në shtëpinë e Lotit, kur i shkojnë vizitorët hynor. Plaku ofron vajzën e tij në vend të tij, por Leviti nxjerr jashtë konkubinën e tij. Ajo keq trajtohet aq shumë sa që gjendet e vdekur në prag të shtëpisë në mëngjes. Rreshtat 14-15 tregojnë se miqt mrinë në Gibea. Së pari hynë në qytet e po rrinin në sheshin e qytetit, por askush s'donte t'i pranonte në shtëpi. Ky shënim e shej e pranisë një problemit. Ka mungesë komplete të mikpritjes, por mikpritja është detyrim i shenjtë në Izrael. Në tregimin që përshkrova më sipër, izraelitët keq trajtojnë izraelit tjerë. Në Bibel detyrimi i mikpritjes quhet Achnasat Orchim, do të thonë strehimi të huajve. Është detyrim edhe moral edhe fetar të trajtohet mysafiri mirë, sidomos kur është i huaj. Kjo rregullore parashihet prej librit të Levitikut kapitulli 19, rreshtat 33-34. Thot kështu: nëse jeton me ty i huaj në tokën tuaj, mos e shtypni, por le të jetë ndër ju si vendas dhe duaja si vetveten. Edhe ju keni qenë të huaj në dhëun e Egjiptit, unë jam Zoti hyj juaj. Mund të citojmë edhe ligjin e Pertrir, kapitulli 10, rreshti 19. Kini edhe ju dashuri për të ardhurin, sepse edhe ju keni qenë të ardhur në dhëun e Egjiptit. Plaku që i pranon të huajt është nga Efraimi. Autori thekson posaçarisht se i vetmi person i gatshëm të ofrojë mikpritje është, ashtu si Levitit, një i huaj për qytetin Gibea. Askush prej venalive nuk i pranon miqt, por një i huaj. Ai u thot mos e kaloj natën në shesh. Ai e di se rreziku ishte i afërt dhe shpreson se nëse shkojnë në shtëpitë e tij, do të jenë me të sigurt. Ai i çon në shtëpinë e tij, ushqen gomart dhe ata lajnë këmbët, han e pinë. Janë të gjitha shenja se miqt u ndihen të pritur dhe si në shtëpi të vet në shtëpinë e këtij plakut të huaj. E kundërta e sjelljes së vendalive që i sulmojnë miq në shtëpinë e një të vjetrit të huaj që nuk është në gjendje t'i mbrojë. Nga ana teologjike vrehet akuza se sjellja është e ngjashme me atë të Sodomës tek Zanafilla kapitulli 19. Kjo nënkupton hidhrimin e Zotit, dënimin absolut të atyre që ushtrojnë dhunë. Tjetër, i huaji është shembull ku duhet të shprehet moraliteti i personit. Keq trajtimi i mikut, keq trajtimi të dobtit konsiderohet si një shkelje morale shumë e madhe. Gjithashtu ndodh kur nuk ka mbret në Izrael. Populli do të rregullojë sjelljen e vet morale vetëm atëherë kur të inaugurohet monarkia. Populli ka nevojë për udhëheqës. Kjo është ideologjia e redaktorit përfundimtar të tekstit. Tek tregimi i ardhshëm do të shohim se kjo ngjarje nxit një luftë civile. Nga libri i gjyqtarëve, kapitulli 20, rreshtat 29 deri 35. Atëherë Izraeli vuri prita gjithkund për rreth Gabas dhe për të tretën herë, si herën e parë e herën e dytë, e rreshtuan ushtrinë kundër Benjaminit e Gabas. Por edhe i bijtë e Benjaminit u sulën të ndeshin me popullin dhe të shkëputur prej qytetit filluan të presin disa prej tyre si ditën e parë e ditën e dytë, që u vunë të ikur nëpër dy rrugë. Njëra çonte në Betel, e tjetra në Gaba, dhe i shtruan për dhe afërsisht 30 vetë. Kujtuan se po i vrasin si zakonisht, por izraelitët u shtiren se po iknin, po qëllimi i tyre ishte që të shkëputin prej qytetit dhe të bënin të dilin në fushë të larë. Kështu të gjithë bijtë e Izraelit u ngritën nga vendi i vet dhe formuan rreshtën e luftimit në vendin që quhet Baltamar. Po ashtu, edhe pritat e lëshuan vendin të pritës në krahun e perëndimit të Gabas. U lëshuan kështu kundër Gabas 10.000 burrat e fortë të zgjedhur në mbar Izraelin. Lufta erdhi duke u ashpërsuar kundër bijve të Benjaminit, të cilëve nuk u shkonte ndërmend
se nga çdo anë i priste vdekja. Edhe Zoti i vrau në sy të izraelitëve. Dhe po atë ditë vran 25.100 vjet, që të gjithë luftëtarët të aftë për shpatë. Pas kësaj ngjarje që ndodh në Gibea, kapitujt 20-21 të librit të gjyqtarëve përshkruajnë luftën civile që ndodh si pasojë pikërisht e kësaj dhune që benjaminitët u bëjnë këtyre miqve që vinë të plaku në Gibea. Unë tani nuk do të përshkruaj ngjarjen edhe sepse të gjithë mund të lexoni në Bibël. Katekeza e ofruar për sot e shpjegon këtë ngjarje në mënyrë shumë të saktë. Unë nuk dua t'ju marr tepër kohë me përshkrimin e ngjarjes si të tillë. Qëllimi që kam unë është të them disa elemente egzegetike, disa elemente teologjike, disa elemente edhe që ndihmojnë kalimin prej këtij libri tek libra të tjerë, sidomos tek librat e parë 2 të Samuelit dhe tek librat e mbretërve. Edhe pse në fakt para se të shkohet tek këto libra, do të lexojmë librin e Rutës, të cilin do ta fillojmë qysh herën e ardhshme. Kur fiset e Izraelit dëgjuan për krimin që kishin bërë benjaminitët, të gjithë pa përjashtim, u mblodhën në Micpa. Micpa në hebraisht do të thonë kull vrojtimi ose vend roje, por faktikisht është një qytet i fortifikuar, jo tepër i madh, ku 12 kilometra prej Jerusalemit në drejtim të veriut, sot lokaliteti thirret Tel El Nazbe. Ishte qendra politike dhe ushtarake ku mblidhet marr Izraeli si një trup i vetëm pas krimit të tmerrshëm pra të kryer në Gibea. Më poshtë janë pikat kryesore për të kuptuar rëndësinë e këtij vendi në këtë kapitull. Asembleja që u mblodh ishte masive. Tregon teksti se ishin mbledh 400.000 këmbësor të armatosur nga Dani në veri deri në Bersheva në jug, përfshirë edhe rajonin e Giladit përtej lumit Jordan. Pra krejt Izraeli u bashkua, ata matan lumit Jordan dhe ata në anën perëndimore të lumit, edhe veriu, edhe jugu. Në Micpa pra ngrihet gjykata e parë ndërfisnore e këtij lloji. Leviti thirret si dëshmitar dhe fiset e Izraelit përfundimisht marrin vendimin unanim për të ndëshkuar si qytetin e Gibeas, si Benjaminin. Micpa ndodhej në krahinën malore të Benjaminit. Zgjedhja e këtij vendi ishte një lëvizje strategjike, ka një domethënie teologjike. Asambleja e fisëve tjera u mblodh brenda territorit të Benjaminit. Ky ishte një mesazh i qartë se krimi nuk do të tolerohej si një çështje brendshme e atij fisit, por do të trajtohet si një ngjarje, si një cenim i mbar beslidhjes së krejt Izraelit. Krejt Izraeli e ka për detyrë të mbajë beslidhjen. Nëse ndokush prej fisit të Izraelit e thyen beslidhjen, atëherë ajo nuk do të konsiderohet si diçka personale e atij fisi, por do të konsiderohet si diçka që prek të gjithë Izraelin, të gjitha fiset. Gjatë takimit, Leviti tregon mizorinë e benjaminitëve. Këta nuk pranojnë t'i dorëzojnë fajtorët dhe kështu fillon lufta civile, prej së cilës mbijetojnë vetëm 600 burra, edhe ata rastësisht sepse u fshehen. Izraeli bën zi sepse mendon se është zhdukur krejtësisht njëri prej këtyre fiseve. Nga ana teologjike mund të themi se Izraeli dënon rreptësisht vëllezërit e vet kur ata nuk e mbajnë beslidhjen. Me Benjaminin bëhet e njëjta luftë që bëhet me kombët e huaja. Ata kanë merituar të trajtohen si armiq. Askush s'është justifikuar, asnjëherë të thyej beslidhjen për asnjë arsye. Tjetër, dënimi i Benjaminit është një vepër hyjnore, siç e thekson Rishti 35 i kapitullit 20. Thotë se edhe Zoti i vrau në sy të izraelitëve dhe po atë ditë u vran 25.100 vet që të gjithë luftarët e aftë për shpatë. E përsërisim, është dënimi i Zotit i bazuar tek beslidhja, por kjo nuk do të kishte ndodhur sikur të kishin mbret. Kështu fillojmë të kuptojmë rolin e mbretit në Izrael. Ai është garantues i mbajtjes së beslidhjes për të gjithë anëtarëve të popullit të Zotit. Ju ftoj tani ta dëgjojmë katekezën e Kimetes. Ajo i shpjegon këto elemente biblike, por na tregon edhe se si ky tekst mund të na ndihmojë edhe për jetën tonë shpirtërore dhe fetare. Te ky rrëfim i kapitujve 17 deri 21 nga libri i gjyqtarëve,
që ka disa veçori, disi të ndryshme nga tregimet e mëparshme, sepse nuk përfshin ndonjë gjyqtar, na tregohet për shpërnguljen e fisit të Danit që kishte mbetur pa tokë. Ata u drejtuan në veri në zonën poshtë malit të Libanit. Vend qendror zë shpjegimi i origjinës së shenjtërore së Danit, që më vonë do të kishte rëndësi të madhe në mbretërinë e Izraelit. Lidhur me themelimin e kësaj shenjtëroreje, shpjegohet se ajo u ngrit kur danët e pushtuan atë territor dhe sollën atje edhe idhujt e shtëpisë së Mikës. Shkrimi i shenjtë, i mbështetur edhe nga zbulimet arkeologjike, dëshmon se izraelitët shpesh zotëronin idhuj, edhe pse ligji e ndalonte shprehimisht këtë gjë. Në tregime shumë të lashta si ky i tanishmi, ky zakon nuk dënohet drejt për drejt. Mika ishte nga krahina malore e Efraimit, i cili më pas ngriti një vend adhurimi kushtuar idhujve të ndryshëm që zotëronte si idhulli i shkrir, efodi, terafimët e të tjerë. Ai caktoi edhe persona që ushtronin funksione priftërore. Fillimisht një nga bijtë e tij dhe më pas një levit që e punësoi për këtë shërbim. Shkrimtari i shenjtë i përfshin këto episode si një shembull tjetër të mosbesimit fetar që po shtohej për shkak të pabesnikërisë së popullit dhe mungesës së një autoriteti të fortë. Këto praktika bestyte të kërkimit të ndihmës nga zotat të huaj u dënuan nga profetët dhe u ndaluan gjatë reformës së udhëhequr nga Josia, mbreti i Judës. Ky rrëfim i gjatë dhe shqetësues, ku protagonisti është një levit, jep hollësi mbi krimin e kryer në Gaba dhe pasojat që pati për fiset e Izraelit. Edhe pse ky levit nuk ishte një ndërtues shpirtëror, ai përfshihet në tekst për të treguar shkallën e rënjes morale të Izraelit. Gjatë gjithë tregimit, nënkuptohet se ekzistonte një lloj solidariteti ndërmjet fiseve, por ende jo një strukturë e bashkuar qeverisëse si ajo që do të lindte me monarkinë. Lidhjet që ekzistonin mes fiseve bënin që njerëzit të prisnin mikpritje kur ndodheshin larg shtëpisë së tyre. Kjo pjesë e shkrimit të shenjtë vën në duke një kontrast të fortë mes mikpritjes që leviti gjen në Betlehemin e fisit të Judës dhe sulmit e dhunës së burrave të Gabas në territorin e fisit të Benjaminit. Skena ku burrat e Gabas kërkonin levitin që po qëndronte në shtëpinë e plakut e Efraimas, është e ngjashme me ato të banorëve të Sodomës rreth shtëpisë së Lotit. Disa izraelit kishin rënë në të njëjtën lloj neverie morale si të ishin paganët më të degeneruar dhe arritën deri aty sa ta përdhunonin shemrën e levitit dhe t'i shkaktonin asaj vdekjen. Pra, teksti i këtyre kapitujve të fundit të librit të gjyqtarëve argumenton se fisi i Benjaminit nuk është thjesht fajtor për krizën, por një simbol i tërë Izraelit në gjendje prishjeje shpirtërore dhe shoqërore, duke treguar se populli i beslidhjes është bërë moralisht i padallueshëm nga kombet pagane. Autori thekson se përgjegjësia nuk kufizohet te fisi i Benjaminit, pasi edhe leviti vepron në mënyrë të padrejtë të padenjë. Fiset e tjera reagojnë me nxitim dhe hakmarrje, ndërsa zgjidhjet përfundojnë në padrejtësi të reja. Kështu, vërtet fisi i Benjaminit u bë shkëndija, por i gjithë Izraeli ishte në flak, duke pasqyruar një krizë të përgjithshme drejtësie dhe morali. Ky fis pra u bë pasqyra e Izraelit. Çka ndodhi në Gaba zbuloi gjendjen e brendshme të mbar popullit të beslidhjes. Mëkati nuk ishte më një problem i izoluar, ai kishte depërtuar në vetë zemrën e kombit. Shturja morale kishte arritur në një shkallë të atill saqë Benjaminasit, në vend se t'i ndëshkonin fajtorët, i morën ata në mbrojtje. Duke qenë se tek e fundit të gjithë ishin izraelit, leviti bëri një thirrje të përgjithshme kundër këtij krimi. Dhe të gjitha fiset e tjera u bashkuan për të ndëshkuar Benjaminasit për fajin e tyre. Përballë kësaj të keqeje, Izraeli kërkoi drejtësi dhe u ngrit kundër fisit të Benjaminit. Megjithatë, edhe përpjekja për të vendosur drejtësi mbeti e papërsosur. Lufta civile, hakmarrja dhe vendimet e nxituara tregojnë se njerëzit të lënë vetëm në forcat e tyre nuk janë të aftë të vendosin një drejtësi plotësisht të pastër.
Kështu, tregimi bëhet një mësim i fuqishëm se mëkati duhet të dënohet dhe e keqja duhet të largohet nga bashkësia, por kjo duhet të bëhet me urti, për vujtëri dhe nën udhëheqjen e hyjit. Drejtësia pa mëshirë bëhet shkatrim, ndërsa mëshira pa drejtësi bëhet bashkëfajsi. Kush do të jetë në ushtrinë tonë prisi i luftimit kundër Benjaminit? Kjo pyetje drejtuar hyjit në fund të librit të gjyqtarëve, kapitulli 20, rreshti 8, të sjell ndërmend një pyetje të ngjashme në fillim të tij. Kapitulli 1, rreshti 1, ku thot: Cili prej nesh do të dalë i pari te Kananeu për të luftuar kundër tij? Në të dyja rastet përgjigjja është Juda. Dallimi mes këtyre pyetjeve përbën thelbin e mesazhit teologjik të krejt librit. Në fillim, Izraeli po organizohej për të luftuar Kananeasit dhe për të marrë tokën që hyji ja kishte premtuar popullit të tij. Kurse tani ata po luftonin mes veti. Ishte vulosur një beslidhje mes hyjit dhe popullit të tij. Hyji e kishte përmbushur pjesën e vet, kurse populli jo. Megjithatë, hyji e kërkonte vazhdimisht besnikërinë e tyre, duke u dërguar çlirimtar që t'i shpëtonin nga armiqt shtypës, por populli ngulte këmbë në pabesnikërinë e vet. Kështu, ata nuk kishin më nevojë për armiq të jashtëm që t'i sulmonin. Fisat u kthyen kundër njëri tjetrit në një luftë vllavrasëse. Pabesnikëria e tyre ndaj hyjit e kishte prishur ndjenjen morale dhe fara e shkatërimit kishte depërtuar në vetë trupin e Izraelit. Ky konflikt rrezikonte ta zhdukte fisin e Benjaminit. Fitoria në betejë, e cila herë të tjera kremtohej me këngë gëzimi, në këtë rast përfundoi me vajtim. Nga ana strukturore, tregimi kalon nga mëkati te gjykimi dhe më pas te mëshira. Edhe pse kjo ishte një formë e paplot mëshire, autori na bën me dije se gjykimi nuk e ka fjalën e fundit, por mëshira. Kështu, edhe pse fisi i Benjaminit ishte pothuajse në zhdukje, Izraeli nuk e la që të shuhej krejtësisht. Kjo ruajtje e tepritës së fisit është një shenjë e besnikërisë së hyjit ndaj beslidhjes së tij. Në një mënyrë të thellë biblike, fisi i Benjaminit u bë shenjë se hyji nuk e braktis popullin e vet, edhe kur ai bie rëndshëm në mëkat. Përpjekjet e Izraelit për të vendosur drejtësi me mjete dhe mënyra të shtrenjta tregon qartas se njeriu i rënë nuk arrin të vendosë dot drejtësi të përsosur pa udhëheqjen hyjnore. Kjo shpihet te nevoja për një rend më të lartë drejtësie. Fisi i Benjaminit nga ana e vet kishte rëndësi sa gjeografike aq edhe simbolike, pasi ndodhej mes Efraimit dhe Judës, duke funksionuar si fis Ur. Prandaj, zhdukja e tij përbënte rrezik për coptimin e krejt Izraelit, duke theksuar idenë e trupit të vetëm të popullit të hyjit. Ironikisht, Benjamini ishte djali i dashur i Jakobit dhe vëllai i plot i Jozefit, sepse ishin të dy prej një nëne e një babe. E kjo i jep zhdukjes së fisit të tij një peshë të veçantë simbolike. Megjithatë, hyji e ruajti fisin, duke treguar besnikëri ndaj beslidhjes pavarësisht dështimeve njerëzore. Më vonë nga ky fis dalin figura të spikatura si mbreti Saul në beslidhjen e vjetër dhe Pali apostull në beslidhjen e re, treguar se hyji vazhdon të veprojë edhe përmes historisë së errat të popullit. Shkrimtari e mbyll librin e gjyqtarëve duke thënë se e gjithë kjo ndodhi për shkak se aso kohe nuk kishte mbret në Izrael, por secili bënte atë që i dukej se është e drejtë. Shprehje që është përmendur edhe më parë në tekst. Me këto fjalë autori tregon krizën e thellë të udhëheqjes dhe të kultit të adhurimit hyjnor. Problemi nuk është vetëm mungesa e një mbreti tokësor, por mungesa e një rendi të drejtë shpirtëror. Kështu historia e Benjaminit shfaq dështimin e Izraelit dhe nevojën për një mbret të vërtet drejtësie, që do t'i tejkalonte figurat historike të dështuara. Hyji, që e kishte treguar dëshirën e tij për ta shpëtuar popullin e vet, po i drejtonte ngjarjet në mënyrë të atill që në kohën e duhur ata ta kishin një mbret që do t'i qeveriste, do ta rindërtonte bashkimin dhe do t'i udhëhiqte ata në rrugën e paqes.
Sipas traditës deuteronomike, ai shpëtimtar do të ishte mbreti David, nga linja e të cilit do të vinte Mesia. Mirë po, lexuesi i krishterë di se ai mbret, ardhjen e të cilit shkrimtari i shenjtë e lë të kuptohet se e pret, ka ardhur tashmë. Ai është Jezusi, Mesia, biri i Davidit, i cili erdhi për themeluar mbretërinë e tij, që është mbretëria e së vërtetës dhe e jetës, mbretëria e shenjtërisë dhe e hirit, mbretëria e drejtësisë, e dashurisë dhe e paqes, siç shkruan edhe meshari romak, dhe parathënia e solemnitetit të festës së Krishtit mbret. Kjo mbretëri ekziston në tokë vetëm në mënyrë të paplot. Ne të krishterët jemi në udhëtim drejt plotësisë së saj në qiell. Dhe duke ju bindur këshillës së shpëtimtarit, ne lutemi shpesh me fuqi të shpirtit, ardh mbretëria jote. Sa herë që e lusim lutjen, ati ynë. Po çfarë na mëson ky tekst ne të krishterëve sot? Prej këtyre kapitujve, ne nxjerrim disa mësime shumë të vlefshme për ushtrimin e besimit ton në jetën e përditshme. Së pari, historia e Mikës dhe e Danëve na kujton se feja duhet të jetë e rrënjosur në bindjen ndaj hyjit dhe jo në parapëlqimet tona personale. Mika e përzieu adhurimin e Zotit me praktika që hyji kishte ndaluar, duke krijuar një fe të formësuar nga dëshirat njerëzore dhe jo nga zbulesa hyjnore. Edhe sot të krishterët përballen me një tundim të ngjashëm, sa herë që e përshtatin fen sipas prirjeve kulturore, rehatisë personale ose mendimeve individuale. Për shembull, ka prej atyre që vinë rregullisht në mesh, por në shtëpi apo në trupin e tyre mbajnë hajmali të ndryshme, që mendojnë se mund të sjellin fat apo të largojnë syrin e keq. Të tjerë bashkjetojnë para martese ose përdorin edhe mjete kontraceptive brenda martesës, kur kisha mëson ndryshe lidhur me pastërtinë paramartesore dhe hapjen ndaj jetës. Ndjekja e vërtetë e Krishtit kërkon përvojtëri përballë të vërtetës së hyjit dhe besnikëri ndaj mësimeve që kisha i ka marrë prej tij, i ruan me besnikëri dhe na i përcjell neve. Së dyti, tragjedia e Gabas na mëson se bashkësia e besimtarve nuk duhet kurrë ta shpërfillë apo ta fshehë të keqen në gjirin e saj. Fiset e Izraelit kishin të drejtë kur e njohën krimin e kryer atje si një poshtërim të rëndë, por refuzimi i fisit të Benjaminit për të mbajtur fajtorët përgjegjës solli pasoja edhe më shkatërruese. Të krishterët janë të thirrur ta mbrojnë të vërtetën dhe drejtësinë, edhe kur kjo është e dhimbshme ose e sikletshme për familjet, famullit apo institucionet e tyre. Dashuria e vërtet për kishën përfshin guximin për të përballur me padrejtësinë dhe për të kërkuar shërimin për ata që janë dëmtuar. Së treti, beslidhja nuk është vetëm personale, por edhe bashkësiore. Një nga mësimet më të rëndësishme të këtyre kapitujve është se mëkati i një grupi të vogël mund të plagos tërë bashkësinë e beslidhjes. Krimi në Gaba nuk mbeti një çështje private e disa njerëzve të ligj. Ai solli trazira në të gjithë Izraelin. Këto ngjarje zbulojnë se sa larg mund të arrijë njeriu kur humbet ndjenjen e së shenjtës dhe respektin për dinjitetin njerëzor. Dhuna, padrejtësia dhe shpërfillja e ligjit të hyjit bëhen të mundshme kur zemra nuk udhëhiqet më nga e vërteta. Autori i shenjtë na tregon se përmes fisit të Benjaminit u bë e dukshme sëmundja që e kishte prekur tërë Izraelin. Mëkati i një pjesë të bashkësisë shpesh pasqyron plagë më të thella që e prekin të gjithë trupin. Për katolikët, kjo është një kujtesë se askush nuk e jeton fen i izoluar. Çdo mëkat lëndon trupin e Krishtit, ndërsa çdo akt besnikërie dhe shenjtërie e forcon atë. Kisha nuk është thjesht një bashkësi individësh, por një familje shpirtërore, ku secili mban përgjegjësi për të mirën e përbashkët. Së katërti, besnikëria ndaj hyjit duhet të jetë më e fortë se çdo lidhje njerëzore. Benjaminasit refuzuan t'i dorëzonin fajtorët, sepse solidariteti fisnor u bë më i rëndësishëm se drejtësia. Ky është një tundim që përsëritet në çdo epokë. Mbrojmë familjen, grupin, institucionin apo interesat tona edhe kur e dim se po sakrifikohet e vërteta.
Shkrimi i shenjtë na mëson se besnikëria e parë e besimtarit është ndaj hyjit dhe ligjit të tij. Dashuria e vërtetë për bashkësinë nuk qëndron në fshehjen e së keqes, por në pastrimin e saj përmes së vërtetës, pendimit dhe pajtimit. Kur populli largohet nga adhurimi i vërtetë i hyjit, herët avon fillon të shpërbëhet edhe rendi moral. Besnikëria ndaj hyjit dhe ndaj mësimit të tij është themeli i çdo jete të shëndosh personale dhe shoqërore. Së pesti, lufta civile që pasoi na mëson se drejtësia njerëzore, edhe kur e synon të mirën, mbetet e papërsosur. Izraeli kishte të drejtë ta kërkonte ndëshkimin e së keqes, por në shumë raste veproi me nxitim dhe pa urti, duke kryer vepra që nuk ishin as pak të drejta. Kjo na kujton se asgjë e mirë nuk vjen nga vendimet e marra në gjak nxehtësi dhe me nxitim. Gjithashtu na mëson se drejtësia e vërtetë duhet të shoqërohet gjithmonë me përvojtëri, lutje dhe kërkim të vullnetit të hyjit. Së gjashti, hyji mund të nxjerrë hir edhe nga kapitujt më të errët të historisë sonë. Në rrafshin njerëzor, fundi i librit të gjyqtarëve duket si një histori dështimi, me idhujtari, dhunë, luftë civile dhe kaos moral. Megjithatë, hyji nuk lejoi që historia të përfundonte me shkatërim. Ai ruajti fisin e Benjaminit dhe vazhdoi të vepronte përmes tij në historinë e shpëtimit. Kjo na mëson se hiri i hyjit është më i madh se mëkati i njeriut. Edhe kur shohim dobësi, shkandoj apo rënje në jetën tonë ose në jetën e kishës, ne nuk e humbim shpresën, sepse hyji mbetet besnik dhe është në gjendje të sjellë jetë të re nga rënojat. Mes mëshirës së hyjit ndaj fisit të Benjaminit në këtë tekst, shfaqet një e vërtetë e madhe biblike. Hyji e gjykon mëkatin, por nuk heq dorë nga populli i tij. Besnikëria e hyjit është më e madhe se pabesnikëria e njeriut. Historia e shpëtimit nuk udhëhiqet nga mëkati i njeriut, por nga provania e hyjit. Ne shqiptarët jemi dëshmitarë të gjallë të besnikërisë dhe provanisë së hyjit, të mëshirës së pafundme të tij ndaj nesh, edhe pasi e mohuam ekzistencën e tij gjatë komunizmit dhe ndaluam kultin e adhurimit hyjnor. Dhe për fund së shtati, fjalët përmbyllëse të librit, aso kohë nuk ishte mbret në Izrael, por secili bënte atë që mendonte se është e drejtë, na çon te mësimi përfundimtar. Problemi më i thellë nuk ishte vetëm dështimi i një fisi apo i disa individëve, por mungesa e një autoriteti të drejtë që ta udhëhiqte popullin sipas vullnetit të hyjit. Mos në nështrimin ndaj autoritetit të hyjit përhapi hutim moral në Izrael, gjë që e çoi pastaj në përçarje dhe dhunë. Për ne katolikët, kjo është një kujtesë se ndërgjegja personale duhet të formohet nga shkrimi i shenjtë, mësimi i kishës, lutja dhe sakramentet, ku spikat Eukaristia. Krishti, mbreti i vërtet, ofron adhurimin e drejtë, drejtësinë e përsosur, mëshirën shëruese dhe atë bashkim si populli i hyjit që njerëzit nuk mund t'ja japin dot vetes. Vetëm në të gjendet përgjigja e plot ndaj kaosit moral dhe shpirtëror që paraqet fundi i librit të gjyqtarëve. Në përmbyllje, këto kapituj na kujtojnë se drejtësia duhet të shoqërohet gjithmonë nga mëshira, se e vërteta duhet të mbrohet me guxim dhe se shpresa e fundit e njeriut nuk gjendet në institucionet apo forcat e veta, por në Krishtin, mbretin e vetëm dhe të vërtet. Vetëm në nësundimin e tij, zemra e njeriut, kisha dhe shoqëria mund ta gjejnë bashkimin, njësinë, paqen dhe shenjtërinë për të cilat janë krijuar. Herën e ardhshme fillojmë leximin e librit të Rutës. Ky libër ka 4 kapituj. Edhe ky libër ambientohet në kohën e gjyqtarëve, sikurse do ta shohim, është një libër shumë tërheqës, është një libër i mrekullueshëm. Herën e ardhshme do të lexojmë 2 kapitujt e parë. Ne juftojmë ta lexoni te shtëpia, do ta kuptoni më mirë. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.